Në kam su. Allah Gjallu tha në Kur'an, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Dije, mos pari dije se nuk meriton të adhurohet me drejt askush pas Allahut. Shiko shahadeti, fjala më e madhe, la ilaha illa Allah, i ka paraprik kësaj fjale kush? Dije, du të me ditë, çka i të thonë? Andaj, edhe këtë qasje të papërgjithshme të shumë muslimanëve karshi obligimeve fetare, kthehet kjo qasje e papërgjithshme kthehet edhe tek ignoranca. Nuk din. Ai që e lën namazin të ndërgozër, e nuk falet. Me ditë çka bën, kur se lën. Me ditë tamam ç'a bën. Ai që për shembull bën punë këqija, pin alkool ose drogë ose shet, me ditë krimin që e bën, e dënimin tek Allahu që ka më e marr, kur se bën.